Mirëmëngjesi dhe linja për ty. Mirëmëngjesi. Unë e prita dhe utan motor. Atëherë jemi këtu të sheshi. Se të shkon. Me shumë kënaqësi me Drenicën e kishim bërë një xhiro në Porshesh, edhe pse nuk pas ka shumë njerëz, kështu që Drenica në vazhdimsi do të bën një xhiro për neve, po ashtu edhe për të gjithë shikuesit, dhe po ashtu edhe do t'i njofton të gjithë shikuesit dhe të gjithë admiruesit e motorve, ku me 23 dhe 24 maj pritet të mbahet edicioni i dytë qikat në motor, edicion ky i cili do të mbledhë qika, jo vetëm ndoshta nga Kosova, por edhe nga rajoni të cilat e dëshirojnë dhe admirojnë pra lëvizjen, pra dhe xhirot me motor. Ne jemi këtu me Drenicë Spahia, është përfaqësuese e klubit qikat në motor, pra e cila do të na njofton sa i përket edicionit të dytë. Mirëmëngjesi Drenica, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Atëherë pra me datën 23 dhe 24 maj pritet pra të fillon edicioni i dytë i motorve, i qikave në motor. Aktiviteti qikat në motor, vitin e kaluar ka pas shumë sukses, ku ja kena mundësu qikav plus 16 vjeç që kam pasion motorin, po s'ju ka jep mundësia vetëse me shku në autoshkollë me regjistru ose me pas një motor. Ne ja kena jep mundësin që për 2 ditë më në falas me ardhë, me mësu bazat e motorit, nisjen, frenimin e tjerë, edhe të njëjtën kohë na më në si klub, antarët e klubit e bujna me ja bu një xhiro në për qytet, kushdo që ka qef si pasagjeri me qenë. Për dire sa ishim këtu, ti erdhe me motor dhe a mund na të tregosh pak, a është vështirë ta vozitesh motorin, motori shihet se është pak i madh, a? Është 650 kubikazha e motorit që e kam, nuk është shtirë hiç, kushdo që e ka pasion, më thonë është si bicikletë me vozit, veç që e ka dhe një motor. Kur ki filluar ti për herë të parë ta vozitesh motorin? Unë vitin 2020 vetë se kum mbledh dhe kum fillu me mësu, kum marrë lejen e motorit për kategoritë plot. Pasion e kum pas gjithë, prej vogël. A ka qenë vështirë apo ka qenë frikë fillimet e tua? Për mua nuk ka qenë frikë hiç, se kum dashur prej vogël. Kështu që mendjes kum prit me ardh dita me pas një motor. Dhe sigurisht kjo ka ndikuar që të mbani pra edhe edicionin e dytë, të bëni xhiro pra dhe të bashkoni qika nga Kosova, të cilat kanë dëshirë të jenë pjesë e kësaj gare. Po. Vitin e kaluar ka pas mi 100 vajza që vetë se jënë regjistru, i kanë mësu bazat e motorit edhe kanë dashur mi bo xhiro. Këtë vit presim veç edhe ma shumë, shkaku që vitin e kaluar kanë shkrujt shumë, na kanë pyet rrugës kur ka më majt edicioni tjetër, se jena shumë të interesume, nuk kena mujtë ose si në Kosovë ose ka pas arsyet e veta. Këtë vit besoj që shumë ma shumë ka me pas. Dhe si cila e vjen motorin e vetë në garë? Jo, do të thonë kjo është edicioni është me autoshkollën. I kanë motorat e tyne edhe instruktorat e licencum, cilët me motorat tyne i mësojnë vetë se kushdo që është e interesume. Si ka lindur ideja për të filluar për këtë garë, apo për edicionin e dytë që tashmë jemi? Edicionin e kaluar, tu e marrë parasysh që na vetë se jena bo shumë motoriste, besoj që peshin edhe rrugëve të Prishtinës e qytetet tjera, na kanë nalë shumë shpesh në rrugë qikat e reja dhe na kanë pyet qysh më ju mësua në motorin, është shtirë edhe shumë pyetje tjera. Prej këtyne pyetjeve të qytetarëve, të pjesëmarrëve, do të thonë të vajza plus 16, na ka lind ideja që na me bo një edicion, që me ja mundësu shumë ma lehtë, kurdo që është e interesuar dhe që ka pasion me ardhë me mësu falas. Çfarë grup moshave mund të përfshihen në këtë edicion apo edhe në këtë garë, të cilat mund të jenë pjesë e ditëve 23 dhe 24 maj? Është kushdo që është 16 vjet plus. Po, se kategoritë A1 mund të më marrë vetë se me moshën 16 vjet, me ligjet e Kosovës, kështu që kushdo që 16 vjet edhe ma e rritnë, atëherë mund të më marrë pjesë pa problem. A duhet të ketë regjistrime apo si shkon procedura ndoshta për të gjitha ato të cilat nuk e dinë që ky edicion do të mbahet? Po, e shohin do të dhe shprehin dëshirën të jenë pjesë. Regjistrimi ka më bo aty për aty, në këtë shishë në Zajër Pajaziti ku jena dhe tash. Do më thonë veç kushdo që prej orës 11 deri në ora 6 është e hapne, mundun me ardhë kurdo gjatë ditës që dojnë me majtë orët për me mësu motorin falas, edhe vjen regjistrohet me letër njoftim patjetër që me u siguruna që është në moshë dorë edhe i mban orët. Në cilat lokacione është planifikuar të jetë xhiroja? Xhiroja zakonisht e bojna këtu në rreth
qytetit rreth sheshit, edhe mbarojna prapë në sheshin Zahir Bajaziti. A do të ketë shpejtësi apo si është planifikuar? Do thonë xhirot për pjesëmarrëse nuk ka shpejtësi fare, se nuk është ideja me i tut, është ideja me i tregu çfarë ndjenje e mirë është me hyj motor dhe me bën një xhiro në qytet. Kurse defilen e kena në të diellën ora 6:30, ku kanë me marrë pjesë klubet për krajet femra motoriste edhe të femra në përgjithësi. Aty nuk ka shpejtësi, jena përcjellet policisë, gjithë do të mundon me helmeta edhe me rregulla që i kena. Gjatë këtyre ditëve, po ashtu përveç asaj që the do të vinë edhe instruktorët e licencuar të autoshkollës, po ashtu do të ketë ndoshta edhe çmime apo dhurata që është planifikuar pra për këtë ditë. Sponsorat që i kena kanë shpreh dëshirë për pjesëmarrëse për vajzat kush do që ka pasion motorin me shpërnda dhurata. Secili sponsor i ka dhuratat e tyre, për shembull mundet edhe leje falas ose çfarë do produkte që kanë biznese që na përkrajnë me bo këtë event të mirë. Po ndalemi pak te klubi juaj. Sa anëtare ka ky klub dhe sa jeni të kënaqur do të thotë me rritjen e klubit, pra do të thotë prej që kur është themeluar? Po, në vitin 2024 vetë se jena konë disa motoriste që kena po që jena taku rrugës, edhe kena thonë pëse s'pebojna një organizat që motoriste nuk ka shumë në Kosovë. Edhe mu konë një organizat si shpije krejt motoriste që jenë për Kosovë. Jena rreth 25 antare këtë vit, do me thonë të e marë parasysh që para 2 vjetëve jena konë 3 ose 4, është shumë fishu numri këtë vit, po të njëjtën kohë ka dhe shumë motoriste që i bëj thirrje me ardhë në klub edhe me u bo një organizat një shtëpi krejt motoristëve të Kosovës. Sipas përvojës tënde, keni pasur rast të merrni pjesë në ndonjë garë? Po na e kena organizuar dhe organizojna edhe, do të thonë vitin e kaluar ka që gara e parë që i ka që u bo. Këtë vit njëjtën kohë gjithashtu kena me përsërit këtë garë në shtator mbahet me tramvaj shtator. Disa jena që veç për dëshirë kena pas që me sprovu vetën, disa tjera kanë vetë se pasion me marrë pjesë, marrëm edhe në Shqipëri, janë motoristët e Shqipënisë që kena kontakt me to, ato organizojnë gara në Shqipëri, në Tiranë, në vene tjera, edhe kena marrë pjesë për qef, do të thonë, nuk është se... Në fillimet e tuja, ndoshta edhe më herët, a ka pasur paragjykime se motorët mund t'i vozisin vetëm meshkujt? Ka qenë një habi për njerëz kur e kam pa një femër motor. Po për kundrazi, do të thonë, rastet e ralla janë konë ato që të kam paragjyku që jo motori është veç për mashkuj, ma shumë ka pas për kraje, do të thonë, të kanë motivu, kanë thonë bravo, inshallah veç shtonë motoristët. Mirë. Atëherë, mbetet vetëm për me hypë në motor dhe me vazhdu pak një lëvizje këtu në përshesh, një gjiro. Edhe sigurisht duhet me qenë patjetër edhe helmeta, pjesë e kësaj. Dhe padyshim ndoshta që motori është pjesë edhe për dishmerisë tënde, për angazhime ditore, ndoshta edhe për punë të tjera. Po, për çdo gjë ka motorin, veç dimrit, po kena pak problem që është ftoftë. Po vazhdoj, e të presim edhe me 23-24 maj. Dhe garant duhet me pas shumë qika që kanë marrë pjesë. Mirë atëherë, a mundesh me bo pra një lëvizje? Po, patjetër. Atëherë Drenica, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Për kohën, për vozitjen, për informacionet sa i përket aktivitetit, pra që pritet të mbarë dhe uroj që gjithçka të ju shkon mbarë.
ato 2 ditë dhe klubi të rritet sa më shumë me vajza, pra me qikat e cilat e dojnë motorin dhe dëshirojnë të jenë pjesë e garave të planifikuara jo vetëm në Kosovë, ndoshta por edhe me gjerë. Pse jo? Po, patjetër, faleminderit shumë. I mirëpresin gjitha, përfshirë edhe juve, me ta dëregu edhe pasionin e qarqipit. E shtash këna me bo një gjiro bashka, po? Po, e kom helmetën e dy, kështu që gjithësysh ta uaj një gjiro në qytet. Patjetër, shtash me njëherë, pasi përfundojmë emision. Po, patjetër, me shumë dëshirë. Kera pa që po jipin motor, veç? Kime pa që kime pa gjiro të shkort. Patjetër. Elisari na gjiron, kështu përqem. Mirë atëre, pra, në ndoqët biseden me Drenis Pahia, kryetare e klubit të motociklistëve Qikat, pra, edicion ky, aktivitet ky që pritet të mbahet me datat 23 dhe 24 maj në sheshin Zahir Pajeziti, ku pritet të grumbullon Qika, ndoshta jo vetëm nga Kosova, por edhe me gjërë, për të bërë gjiro në përqytet.